Përshëndetje. Në jetën e çdo njeriu ka një moment kur kupton se dikush që e kishe konsideruar pjesë të pandashme të jetës, dikush që e kishe quajtur njeriu tim, nuk është më siç e mendonit. Zhgënjimi nga ata që kemi besuar, më së shumti prek më thellë se çdo zhgënjim tjetër. Ky lloj zhgënjimi nuk është thjesht i momentit. Ai lë pasoja mbi besimin, vetvlerësimin dhe mënyrën se si ndërtojmë marrëdhënie në të ardhmen. Në Shqipëri marrëdhëniet janë të ngushta, intensive dhe shpesh të lidhura me pritshmëri shumë të larta. Kur një mik i ngushtë, një partner ose një familjar i afërt nuk e përmbush pritshmërinë, ndjenja e zhgënjimit është e thellë dhe shpesh ka një përzierje të trishtimit, zemërimit dhe humbjes së besimit. E para është tronditja e besimit. Besimi është shtylla kryesore e marrëdhënieve të afërta. Kur një person që e konsideronim të afërt të thyen këtë besim, ndikimi është i menjëhershëm. Tronditet ndjenja e sigurisë dhe ndihen dyshime të thella për marrëdhëniet e tjera. Psikologët e quajnë këtë fenomen tronditje e tradhtisë. Për shembull, Shpresa nga Tirana e ka quajtur mikeshën e saj më të afërt si motrën e dytë. Kur mikesha nuk e mbështeti në një situatë kritike familjare, Shpresa ndjeu se kishte humbur jo vetëm mbështetjen, por dhe vlerën e saj. Kjo ndjenjë shpesh shtrihet përtej marrëdhënieve së veçantë dhe ndikon në mënyrë se si ajo beson tek të tjerët në të ardhmen. E dyta, ndikimi mbi vetvlerësimin. Kur dikush që e konsideronim të afërt dështon të përmbush pritshmërinë tonë, fillojmë të pyesim veten: çfarë nuk shkon tek unë? Nuk jam i mjaftueshëm unë? Për shembull, Arbeni nga Shkodra kishte ndihmuar një mikun të hapte biznesin dhe ishte përkushtuar pa u kursyer. Por kur miku e tradhtoi duke bashkëpunuar me partnerë të tjerë, Arbeni ndjeu se përpjekjet e tij nuk vlenin. Filloi të dyshojë jo vetëm tek miku, por dhe tek vetja, duke humbur besimin te marrëdhëniet e tjera. Ky efekt psikologjik është i zakonshëm dhe mund të shfaqet si vetkritik e thellë, pasiguri dhe frikë nga afërsia emocionale e re. E treta, trishtimi dhe depresioni i lehtë. Zhgënjimi shpesh çon në një formë të depresionit situacional. Mungesë motivimi, humbje energjie dhe ndjenja pafuqie. Për shembull, Ana nga Durrësi besoi në një të afërm që e ndihmoi ta merrte në punë. Kur ky i afërm foli keq për të, Ana u turoi dhe bëri veten më të rezervuar. Një rast i zakonshëm. Ky zhgënjim ndikon jo vetëm në marrëdhëniet e saj, por edhe në marrëdhëniet e përditshmërisë, duke krijuar ndjenja të vazhdueshme pasigurie. E katërta, mbrojtja dhe distancimi emocional. Një mekanizëm natyror i përballjes dhe zhgënjimin është distancimi emocional. Kur Shpresa u zhgënjye nga mikesha e saj, ajo filloi të shmangte kontaktin, një përpjekje për të mos e lënduar veten përsëri. Ky mekanizëm mbrojtës është i natyrshëm, por kur bëhet kronik, pengon zhvillimin e marrëdhënieve të shëndetshme të ardhshme. Ai krijon një hipervigjilencë emocionale, ku individi është vazhdimisht në gatishmëri për zhgënjime të tjera. E pesta është përpunimi psikologjik. Psikologët rekomandojnë mënyra të strukturuara për përballimin e zhgënjimit. Pranimi i emocioneve, dhe jo veten të ndjesh trishtim, zemërim dhe zhgënjim. Mos i shtyp. Reflektimi mbi pritshmërinë. Shumë zhgënjime vijnë nga pritshmëri të paarsyeshme. Analiza e tyre zvogëlon dhimbjen e ardhshme. Komunikimi i hapur. Shpesh ndjenjat pa akuza për të ruajtur marrëdhënie të shëndetshme. Mbështetje sociale. Kërkon ndihmë nga njerëzit të tjerë të besueshëm për perspektivë dhe mbështetje. Ja një shembull shqiptar. Iliri nga Elbasani humbi besimin tek një mik që tradhtoi sekretet familjare. Ai kërkoi mbështetje te motra dhe disa miq të tjerë. Reflektimi dhe biseda e ndihmuan të kuptonte se nuk kishte faji i tij dhe se kishte ende njerëz të besueshëm rreth tij.
E gjashta, efektet afatgjata. Zhgënjimi mund të ketë pasoja që zgjasin, mungesa e besimit. Individët bëhen të rezervuar ndaj marrëdhënieve të reja. Rritje të ankthit, frika nga refuzimi ose tradhtia që përsëritet. Ulje e vetvlerësimit, ndjenja e pavlerësisë dhe vetkritikës së thellë. Megjithatë, këto nuk janë të pakthyeshme. Përmes reflektimit, ndihmës psikologjike dhe mbështetjes sociale, individët mund të rikuperojnë dhe të ndërtojnë besimin. E shtata, si ta përballojmë zhgënjimin? Në jetën shqiptare, ku marrëdhëniet janë intensive dhe pritshmëri të larta, zhgënjimi është i pashmangshëm, por mënyra se si e përballojmë dhimbjen përcakton rezultatin. Strategjitë më efektive janë: kuptimi i emocioneve, ndaje trishtimin dhe zemërimin me dikë që beson. Distancimi i ndërgjegjshëm, shmang kontaktin emocional të dëmshëm pa u izoluar plotësisht. Analiza e pritshmërive, kuptimi i realitetit ndihmon për të shmangur zhgënjime të ngjashme. Komunikimi i hapur, shpesh ndjenjat pa akuza për të lehtësuar tensionin dhe ruajtur marrëdhënie të shëndetshme. Mbështetje sociale, shfrytëzo familjen, miqtë dhe ndihmën profesionale kur është e nevojshme. Dhe si përfundim, do të thosha se zhgënjimi nga ata që i kemi quajtur tanët, kur prek besimin, vetvlerësimin dhe marrëdhëniet e ardhshme, ai lë pasoja emocionale që mund të zgjasin, por nuk janë të pakthyeshme. Me ndërgjegjësim, reflektim dhe mbështetje, mund të rikuperojmë, të ruajmë marrëdhënie të shëndetshme dhe të rritemi emocionalisht, sepse zhgënjimi është pjesë e natyrshme e marrëdhënieve njerëzore. Ai na mëson se besimi dhe dashuria nuk janë të garantuara, por mund të zhvillohen dhe të forcohen përmes ndërgjegjësimit dhe kujdesit të qëllimshëm. Njerëzit që na zhgënjejnë nuk janë gjithmonë të këqij. Është mënyra se si ne përballojmë dhimbjen që përcakton rritjen tonë dhe qëndrueshmërinë emocionale. Meq këtë do të thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendje. Nëse dëshironi të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që e her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.